Përshëndetje të nderuar shikues, në këtë ditë të parë të vitit, stafi i RTS Gjirokastra ju uron gëzuar vitin e ri 2026. Qoftë ky vit i mbushur plot të mbarësi, shëndet dhe sukses për të gjitha familjet shqiptare. Në këtë ditë të parë të këtij viti do të përcjellim kryesisht informacionet që na vijnë nga mbrëmja festive e ndërimit të viteve. Banorët e qarkut Gjirokastër kanë përcjell vitin e vjetër dhe kanë mirëpritur 2026-ën mes dritave festive, muzikës dhe atmosferës së ngrohtë. Spektaklit të fishekzjarjeve në sheshet kryesore të bashkive në rajonin në Jugor ju bashkuan jo vetëm qytetar, por edhe turistë të shumtë që kishin zgjedhur këto qytete për të festuar natën e ndërimit të viteve. Në dritat e fishekzjarjeve dhe një atmosfere festive, Gjirokastra festojnë ndërimin e viteve. Qytetarë të shumtë umblodhen në sheshet kryesore dhe përgjatë pazarit karakteristik për të kaluar çastet e fundit të vitit me familjarë dhe miqt. Muzika dhe numërimi mbrapsht shoqëruan momentet e fundit të vitit që lan pas, ndërsa viti i ri u prit me shpresën për shëndet, mbarësi dhe një vit me begati për të gjithë. Ndërsa fishekzjarjet shuanin dritat e tyre në qiellin e Gjirokastrës, qyteti i gurt la pas emocionet e një nate plot ngjyra dhe shpresë, me urime, përqafime dhe buzëqeshje. Qytetarët dhe vizitorët i thanë mirëseardhjen vitit të ri, duke besuar se ai do të sjellë më shumë paqe, shëndet dhe mirësi. Gjirokastra nisi kështu vitin e ri, mes traditës, festës dhe optimizmit për ditë më të mira për të gjithë. Të qarkut Gjirokastër. Gjirokastra ka përcjell vitin e vjetër dhe ka mirëpritur 2026-ën mes dritave festive, muzikës dhe atmosferës së ngrohtë. Qyteti historik u mbush me qytetarë të shumtë, të cilët zgjodhen lokalet karakteristike për të festuar natën më të veçantë të vitit, ku përcollën edhe urimet e tyre. Mes dritave festive dhe jehonës së muzikës, Gjirokastra përcolli natën e ndërimit të viteve me ngrohtësi dhe gëzim. Qyteti historik mirëpriti vitin e ri duke bashkuar vendas dhe turist në një atmosferë festive. Me gota vere në duar, ata shprehen të lumtur që zgjodhen qytetin e gurt për të pritur këto moment të veçantë festiv. Shëndet dhe qetësi në familjet e gjithëve. Ky ka qenë destinacioni që ne zakonisht kalojmë pushimet e fundvitit në Gjirokastër. Shpesh ka ndodhur që mund të kemi qenë në vendet e tjera, por Gjirokastra ka qenë destinacioni i parë. Kemi familjen, kemi të afërmit, atmosfera, kujtimet dhe gjithçka. Gjithë, edhe Gjirokastrit edhe gjithë shqiptarët. Kudo që janë, gëzuar vitin e ri, bashkësi inshallah për gjithë. Unë jam nga Tirana, jam shoferi i grupit, është e disa herë që vim në Gjirokastër, jam i grupi italian, vim çdo vit. Mes atmosferës festive, në lokalet e qytetit qytetarë dhe vizitor, ja morën vallës dhe këngës. Unë uroj shëndet, suksese në punët që kanë përduar dhe ju plotësoshin gjithë dëshirat që kanë gjatë vitit. Ne jemi të gëzuar, marrim pjesë, siç e shikoni, në festim këtu së bashku me qytetarët e tjerë. Po kalojmë shumë bukur, shpresojmë që vitin tjetër kalojmë edhe më bukur. Vërtet punojmë gjatë gjithë vitit. Urime dhe ju sukses në detyrën tuaj. Uron gjithë Gjirokastrit dhe gjithë popullit Gjirokastrit, gëzuar festat, qoftë një vit i bekat për çdo familje Gjirokastrit. Gëzuar 2026. Pazari karakteristik i Gjirokastrës me rrugicat e tij të ngushta dhe ndriçimin festiv ofroi një pamje spektakolare, duke bërë pritjen e vitit të ri edhe më të veçantë. Gjirokastra po tërheqi gjithnjë më shumë turistë huaj edhe gjatë festave të fundvitit. Qyteti i gurt është zgjedhur nga vizitorë nga vende të ndryshëm të botës për të mirëpritur ndërimin e viteve, duke e kthyer vitin e ri 2026 në një eksperiencë ndryshe mes historisë dhe traditës.
Gjirokastra është zgjedhur nga shumë turistë huaj për të pritur vitin e ri 2026. Ata shprehen se ka një interes të madh për të vizituar qytetin e Gurt dhe kanë vendosur që udhëtimin e tyre ta realizojnë pikërisht në fundvit për të festuar ndryshe ndërimin e viteve. Është hera e parë që vim në Gjirokastër. Ky qytet është shumë i bukur dhe ka një atmosferë të mrekullueshme, të ndrimit të viteve. Kishim kaluar dhe më parë dhe tani vendosëm që ta shikonim nga afër. Qytet shumë i bukur me atmosferë të ndërthurur me këtë arkitekturë fantastike. Πολύ όμορφο. Θέλαμε να ξαναρθούμε. Atmosfera e ndërrimit të viteve këtu është shumë e bukur. Ne do të vijmë dhe në verë, të shikojmë nëse do të jetë po kaq e bukur Gjirokastra. Ne erdhëm sepse na i sugjeruan miq tanë dhe ne do t'ua sugjerojmë të tjerëve. Μας είπανε, έτσι θα γίνει, θα το πούμε σε άλλους. Turistët vlerësojnë historinë, arkitekturën karakteristike dhe atmosferën unike që ofron Gjirokastra, sidomos në festat e fundvitit. Kemi 2 ditë që jemi këtu dhe na pëlqeu shumë ndrimi i viteve në Gjirokastër. Erdhëm 2 ditë më parë për të bërë një udhëtim në grup dhe për të bërë rafting dhe të festojmë ndërrimin e viteve këtu në Shqipëri. Për ne ishte hera e parë dhe na pëlqeu shumë spektakli fishekzjarëve dhe atmosfera në qytetin e Gjirokastër. Castello è molto bello, l'ambientazione è molto Finland, and we are celebrating. Jemi nga Finlanda dhe erdhëm për të festuar ndrimin e viteve në Gjirokastër, gëzuar vitin e ri nga Shqipëria dhe dua të them se na pëlqeu shumë qyteti. Thank you. Happy New Year. Tashmë Gjirokastra është kthyer në një nga destinacionet kryesore për turistët të huaj, duke tërhequr vizitor nga vende të ndryshme të botës në çdo stin të vitit. Nata e ndërrimit të viteve në Spitalin Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër e ka gjetur këtë vit stafin e urgjencës duke trajtuar raste të rënda si pasojë e një aksidenti tragjik rrugor në aksin Gjirokastër-Tepelen. Stafi mjekësor ka qenë në gatishmëri të plot gjatë gjithë natës, ndërsa një e re e plagosur është transportuar drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Nata e ndërrimit të viteve në Spitalin Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër ka kaluar pa fluks të lartë pacientësh nga festimet, por urgjenca është përballur me një rast të rënd si pasojë e aksidentit rrugor të ndodhur në orët e para të mëngjesit në aksin Gjirokastër-Tepelen, nga i cili kanë humbur jetën 3 persona. Gjatë gjithë natës stafi mjekësor ka qenë në gatishmëri të plot për të përballuar çdo emergjencë, ndërsa autoritetet shëndetësore apelojnë për kujdes të shtuar në qarkullimin rrugor edhe gjatë ditëve të para të vitit të ri. Ndërkohë në maternitetin Dimitër Çuçi në Gjirokastër nuk është regjistruar ende lindja e parë e vitit 2026. Nata e ndërrimit të viteve në qarkun e Gjirokastrës ka qenë kryesisht e qetë përsa i përket rendit dhe sigurisë publike, por është shënuar një aksident i rënd rrugor me pasoja tragjike. Në orët e para të mëngjesit në aksin Gjirokastër-Tepelen, një përplasje mes 2 automjeteve i ka marrë jetën 3 personave, ndërsa një ere ka mbetur e plagosur rënd. Sipas informacionit paraprak të policisë, rreth orës 3 të mëngjesit në aksin rrugor Gjirokastër-Tepelen, në vendin e quajtur bypass, automjeti që drejtohej nga shtetasi me inicialet MD25 vjeç është përplasur me automjetin që drejtohej nga shtetasi me inicialet KM24 vjeç. Si pasojë e përplasjes kanë humbur jetën të 2 drejtuesit e mjeteve, si dhe pasagjeri me inicialet AR, 27 vjeç, të 3 banues në Tepelen. Nga aksidenti ka mbetur e dëmtuar edhe shtetësia me inicialet AD 19 vjeçe, banuese në Delvin, e cila ndodhet në Spitalin e Traumës në Tiranë nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa policia apelon për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor, veçanërisht gjatë këtyre ditëve festive. Viti 2025 ka sjellë zhvillime të rëndësishme për Bashkinë e Përmetit. Investimet në infrastrukturë, turizëm dhe aktivitetet ekonomike kanë ndikuar në përmirësimin e cilësisë jetës për qytetarët. Kryetarja e Bashkisë Alma Hoxha gjatë një interviste për Radio Televizionin Shqiptar vuri theksin tek prioritetet dhe arritjet e këtij viti.
Viti 2025 ka qenë një vit i mbushur me zhvillime dhe nisma të rëndësishme për Bashkinë e Përmetit. Qytetit dhe zonat përreth kanë përjetuar ndryshime të dukshme në infrastrukturë, turizëm dhe aktivitete ekonomike, duke vendosur bazat për një zhvillim të qëndrueshëm dhe të përfshirë për të gjithë qytetarët, bëri të ditur kryetarja e Bashkisë Alma Hoxha gjatë një prononcimi për RTS. Viti 2025 ka qenë një vit vijimësie dhe konsolidimi për Bashkinë Përmet, ku kam përfunduar dhe konkretizuar një sër investimesh të rëndësishme të nisura gjatë vitit 2024, si janë realizuar ndërhyrje të reja në shërbim të komunitetit. Kemi përfunduar punimet e rekonstruksionit të pallatit të sportit, përfundimet në rekonstruksionin e shkollës 9 vjeçare me Leq Kostishtri. Sot fëmijët e qytetit kanë 2 ambiente tërësisht moderne, me të gjitha kushtet. Njëkohësisht ne po vazhdojmë punimet në 3 kantiere të tjera të rëndësishme, siç janë asfaltimi i rrugës së Qilarishtit apo i rrugës së Leusës, ku punimet vazhdojnë, dhe një nga investimet më të rëndësishme për gjithë Bashkinë e Përmetit, që t'i jap një hovë shumë të rëndësishëm edhe turizmit, siç është investimi në banjat e Bënjës, ku punimet ende vazhdojnë, dhe unë jam e bindur që sezoni i vitit të ardhshëm do të kemi një ambient krejt tjetër në banjat e Bënjës dhe do t'i ofrohemi turistit në një mënyrë tjetër, me të gjitha shërbimet dhe me të gjitha lehtësirat për ta shijuar një nga zonat më të frekuentuara jo vetëm në Përmet, por në gjithë Shqipërinë, siç janë banjat e Bënjës. Njëkohësisht kemi përfunduar edhe disa investime të tjera infrastrukturore, siç është ndërhyrjet në rezervuarin e Pacomitit dhe të Qilarishtit, me fondet e emergjencave civile. Njëkohësisht kemi edhe investime të tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me shërbimet sociale apo me shërbimet e tjera publike. Një investimi tjetër i bërë nga Bashkia e Përmetit është rrethimi dhe sistemimi i varezave publike, ku punimet sapo kanë mburuar. Investim tjetër kanali ujitës i Bualit, ku sot këtij komuniteti i kemi krijuar të gjitha kushtet për sezonin e verës, për gjitha vaditjet dhe për kjo në ndihmës jo vetëm të fermerëve, por gjithë komunitetit dhe pse jo dhe të turizmit. Ne po implementojmë një nga projektet e rëndësishme që kanë të bëjmë mbështetje për gjithë pensionistët apo për njerëzit, kryesisht për njerëzit e vetmuar, për ta ndjerë edhe ata mbështetjen e bashkisë në jetën e tyre të përditshme. Gjatë këtij viti, bashkia ka përqendruar përpjekjet e saj në disa fusha kyçe. Jemi duke përgatitur edhe projekte të tjera, me të cilat ne do të aplikojmë në të gjitha thirrjet që do të hapen nga ministri të ndryshme, por jemi dhe të përgatitur për të aplikuar edhe në thirrjet e ndryshme që do të hapen nga Bashkimi Evropian apo nga donatorët e tjerë. Njëkohësisht, investimet të tjera që kanë të bëjnë me eficiencën e energjisë, ne sapo kemi filluar në një nga lagjet më të rëndësishme siç është lagja e re, gjithë sistemimin me sistem kapot të pallateve, kryesisht jemi në fazën e parë dhe jemi duke aplikuar përsëri tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit për ta kompletuar gjithë lagjen me sistemin kapot. Dhe duke punuar dhe me projekte të tjera, pasi eficienca e energjisë ngelet një nga prioritetet e Bashkisë së Përmetit. Sapo kemi finalizuar një nga projektet që ka të bëjë me riciklimin e mbetjeve, një projekt ku Bashkia Përmet aplikoi dhe sapo e kemi finalizuar, kemi vendosur kosha të dedikuar, por duke shtrirë edhe në disa nga lagjet e qytetit. Ne gjatë muajit nëntor, dhjetor patëm edhe disa ndërhyrje, duke mbjell, duke rehabilituar gjithë mjedisin ish vend depozitimin e Bratshkovës, me mbjellje pemësh të reja, dhe duke vazhduar këtë projekt gjatë vitit 2026 edhe me vend depozitimin që ndodhet në Piskov. Bashkia gjithmonë e ka parë biznesin si partner zhvillimi dhe sigurisht pjesë të paketës së saj fiskale ka dhe lehtësira fiskale, por fokusi ynë është edhe për ta parë biznesin si të barabartë dhe në të njëjtat kushte. Ne kemi pasur edhe një projekt me Bashkimin Evropian, ku kemi mbështetur me grante edhe biznese të reja, kryesisht që drejtohen nga gra dhe nga të rinj.
Përmes investimeve infrastrukturore, nismave ekonomike dhe zhvillimeve në turizëm, bashkia ka treguar angazhimin për një qytet dhe një komunitet më të fuqishëm, të lidhur me traditat, por edhe të hapur ndaj mundësive moderne. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.